Asim Gjokovic është zëvendëstar i ekipit Deciqit, pas miqësorës vllaznia Deciqit që barazim 1-1. I kënaqur me rezultatin? Po, rezultati ishte në dorë dytë, si i thomë na, por me rëndësi ishte që i bëm një ndeshje miqësore zbashkut. Ne kena bë një ekip të ri, kena larguar shumë lojtarë, kështu që edhe vllaznia e pash se ka bë ndërrime kupat e Evropës janë afër, kështu që shumë ndeshje e mirë për ne dhe për vllaznin. Për me pa disa përforcime që i kena bëna, disa që i pa që edhe të vllaznia, disa lojtarë që i kanë ardhur me bë provë. Po shpresoj që do t'jetë mirë, ne do ikim. Është gati skuadra e Deciqit për ballafaqime evropiane? Se besoj gati, mendoj që duhet me bë edhe 2-3 përforcime, 3 me siguri. Në mbrojtje, një mes fushë edhe me siguri. Sulmues kena punu, por nuk e kem marrë sot. Kena edhe 3 lojtarë që janë të kombëtarës, U21 që i kem lënë pushim, nuk i kem marrë sot, janë Marashi, Kajoshaj edhe Radusinovic. I kem lënë Spusek, janë grumulluar, kanë filluar me ekipin para 2 ditë. Kështu që me i sulmues ose me 2 sulmuesa, këta Ilirin Cama i kem dëmtuar, kështu që për medalën, për të kupat e Evropës edhe për kampionat me siguri na lypen për forcime. Po kthehet do tradit miqësoria vllaznia Deciq vllaznia, kujtojmë një vit më herët në Tuzla luhet një miqësore. Po normal është shumë. Po shumë gjë e mirë edhe për nere, edhe për vllaznia të Shkodrës me bë ndeshje miqësore, na këto 5 vitet e fundit për çdo vit jena në kupat e Evropës, gjithashtu edhe vllaznia, kështu që na duhen këto ndeshje. Si ne si vllaznis, edhe normalisht me bë një bashkim vllaznor. Asim Gjokovic është ish futbollist i vllaznisë, kampion me skuadrën Koçi Blu përpara 25 vitesh në Ashtu është vlla. Jam kam pas shpresa se me marrin kampionatin, i kam përcjell deri në fund vllaznin, i kam përcjell edhe ndeshjet që kanë kënë. Mendoj që ja morën vllaznisë. Ka pa disa diskutime të arbitra që janë kënë për mua se e kam përcjell tanë kohën. Por ka kaluar, shpresoj vllaznia të bojnë prap ekipin duhun për medalë kampion. E kalon Deciqit ujin e parë evropian? Shpresoj që po, gaci nuk ishte, kem me marrë të lana informata për ekip që kena në Lituania, kështu që do shohim. Ndërkohë për vllaznin historike, për herë të parë ndeshën dy skuadra, vllaznia luan me Malishevën, po e kam përcjell. Në kompeticion evropian, vllaznia Malisheva. Po, shpresoj vllaznia që t'ja dalë, për mua vllaznia është ekip më e mirë, nuk kam të lana për Malishevën, na kena luajt parën ndeshjen Kupat e Evropës, kena luajt me Dritën. Drita ka bë atë kampionat shumë të mirë dhe janë ka ekipi mirë. Për Malishevën aktualisht nuk e di, po shpresoj se vllaznia është vllazni. Dhe e fundit, si për kalon Gjokovic në stafin? Mirë, mo ti e di se aty jam 15 vite që jam aty në staf si drejtor, si trener, si tonë kohën ja kom kushtua klubit me kategori të reja gjitha vitet, kështu me ekip të parë, tash sa vite, kështu që shkojmë shtyjmë me futboll gatë. Gjoko, faleminderit. Faleminderit edhe ju, miru pash.